kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurs. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Atëherë kër i kum shti durët në krami të rejek rashterën në ndjerë, mu kanë logë durët, mu kanë nëzëjë durët. Qëtënat nuk unë alqen. Nderuar gjykatë, unë si zyrtar policor jam shumë i lëndum, shpirt neshtë, normal, edhe me humbjen e herojt kombëtar, tash herojt rashterit Afrim Bunjaku. Normal, atë natë nuk kom pas lëndime nga qëtënat me orëzjarës diçka, mirë po emocionalisht edhe shpirt neshtë jam shumë i lëndum. Zotë shpitar, a mund është me të regu gjykatës në detaje momentin e shpërthimit dhe fillimin e sulmit të grupit terrorist që kanë bën ndaj policisë së Kosovës? Gjithsesi, kur e na shku në Bojsk, dikon ofër 20 metra, dikon i kena parku automjetet nënën e majt të rrugës për Bojsk. Domthonë rruga si vazhdo Porizva, i kena parku automjetet, i kena ndollë një mas njëjt. Automjeti jam ka qenë mrapa, i Faris tani ka dollë mrapa para. Tash, na kur i kena parku automjetet, në atë katërt kena avancu, jena nis në drejtim të kolegëve tonë, cilët kanë qenë mrapa kamionave. Tu e monitoru, tu e situata. Gjatë rrugtimit, domthonë që ato 20 metra, e kom vrejtë se diçka sa në rregull. E kom vrejtë se fshati shumë terë. Drita shumë rallë, drita ndryqimit. Rruga ka e u përshkruj shumë naka. Shumë ndryqimi fort. Ndryqimi shumë i fort. Kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një shës, afer 2-3 metra, one, kom dëshu edhe kom thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurs. Unë. Pastaj propa me e ka orë sadate. Kur e na shku, tek nonën e djatë ka qenë i parkum ta meq kamion një gjelbert. I parkum në stëm, dhe më në buz, pronit, rejka Bojskës tjeret. Une jum shku edhe jum shtet në propa, dhe më kua motore. Por me siguru vetën, kum vëzhgu. Kolegu tem sadate, për cilë në rrugën e Izvorit. Rruga e Izvorit se shpije për Novi Pazara. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balans. E ku marrë vetën në moment. Mirë po, detonimi ka pasu me njerë me qëtëna armesh. Të kalibrav të ndryshëm, kur e thëmë këta, unë i përkas gjenerates të mesme. E kam shërbimin ushtarak të Jugoslavis, të krymë. Nuk jam profesionist i armëve, mirë po kalibrat i një. 5.762 e deri 12.7 e Gulinovit ka pas shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Kur thëmë formë të honës, kraj djatë nga shkolla, e kraj mojtë deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Për shembull pjesën ku kum qenë one, ka qenë lume, rejka rejka bajska rejka i thuj, ka qenë. Në tonë lumit kanë qenë disa rrath, ose që gypa betonit, metër, që do mund metër gjën diametri. Prej asoj pozite, kanë gjumë drejtim tonin. Ka pas në atë vend, do mund në qatë vend, ka pas pjestor të ose... Sulmus të rrët, po, si në ka sulmu. Shumë ofër, do mund atë mundet me kondar shta 10 deri në 15 metra. Saks, tash që ato mundet me. Mirë, po ka pas edhe tjertë ju gonë, ka pas armë, tronë, ka pas edhe të manastirin altë atje, ku më besoj si edhe dëshmit ju në gjithë. Si keni vepruar jo për me mbrojt vetën, kolegët e juaj, në veç ati për me të rjek rashterin Afrim Bunjaku? Gjykatë ndërume. Në momentin kër e na sulmue, unë si që thash e ku morë vetën, si gjenerato atë mesme për jetu provoje, lufte, sakrificat, pak në kam bo ma të fort, ma të fuqeshëm. Emocionalisht edhe këtu, unë e ku morë vetën. Edhe ku më fillu me mbrojt vetën, edhe kolegët e mi duke shti në drejtim këtë rast terroriste. Mirë po, e shumë të pabarabartë. Se në numër, ashtu dhe normativ. Tërheqjen e rashterit Afrim Bunjaku, kush e ka ba? Mund është të regu gjykatës? Më ka thonë kolegë e kam plagos rashterin. Ne veç e pa shumë, s'kesh ato qka, ne e pa shumë tonë, se e ke shumë ofër. Po me afru në dime është e pa mënshme. Ka thonë, për shkoj për ndezi veturën tem, edhe për froj për tërhjekun. Mirë po për fatë kesh nuk ka ndezi. Unë e godet, nuk ka ndezi. Mirë po unë nuk kem përqëndru më taj, nuk e kom shqyqua ta, unë jem kone përqëndru drejtim të lëmuzë, do më
më mbrojt. E kom një zonën kër më ka thirë, ka u dol jashtë të veturës, edhe më ka tregue se nuk pëndes vetura. Atë më ka thirë edhe më ka thonë e lez nuk pëndes vetura qa me bon. Une për fat mirë, i lash qelcat e veturës në kerë, edhe gjomin e qela. Asnjëherë se praktikujnë policia këto, po atë natë nuk e di. Edhe i lash. Edhe i kom njoftu, i kom thonë mirësat, qoftë se mund është me shku të vetura jonë, qelësat i kinë kerë. Edhe mua apet se kum shiqu. U shku e ka morë veturën, edhe i ka pru veturën në drejtim, do mënë e ka ndonë në drejtim të zvoret. Drejtim të zvoret. Atëherë ka kërku e ndimen tonë. Me ndimu, me ngarku se rashteri ka qenë këgjan pesh, këgjeron, indjeri. Pare shala, më ka thonë e lez, apo del në dehmaj. Une po ju mbroj, sot muna. Je shumë një distancë, mirë po, kur unë shumë se komunikoj shumë, do mënë, jo në radio, po komunikoj shumë me zohë, vërtet shumë. Atëherë ju më dollon. Nuk kesh më qka ato, do mënë ato ish dhejkja u pajke me sy, se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë, s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturë, s'ku më dollë, ju më hi mbrapa në veturë, nuk e di pëse në ashtë asim bërë, ju më nuk së di, ju më nuk pej nolti me kopë rështerën, do më me tërjek, s'ko mujtë me më rri, s'ko mujtë se naltë, të ju e ta shumë naltë. Edhe normal pajisjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e kum ngrit, rështerën e ndjerë, e kum qitë në ngu. Shto, e kum ullë, edhe e kum qitë në ngu. Ja kum shtit durët, por me tërjek nër krah. Fillimisht i kena thy dritat, se edhe këtu arrohë me thonë, fillimisht i kena thy dritat, se u konë shumë drit, edhe kanë kërku nga ne kolegu Faria dhe ka thonë me les po i gjujmë dritat para se me dollë. Po, edhe i kena thy dritat. Do më me thy, kosh i ka, dikosh ma shumë, po dhe në thy dritat. Atëherë kër i kum shtit durët nër krah me tërjek rështerën e ndjerë, mu kanë logë durët. Mu kanë nëzëjë durët. Kur mu kanë nëzëjë durët, e kum kuptu e se a gjak. E kum ditë se a gjak. Edhe i kum largu, kum thonë mos për lëndaj. Atëherë, antiplumi jonë i ka ishat në alë këto, e kum ka për ka ishave dhe kum të rjek. Deri të dera e automjetit. Të dera automjetit nuk më isha një qitë. Shumë peshe modhe, mirësodi ishte kom, unë ishat në alë të kuka, nuk më isha shumë peshe, se isha edhe me pajisja. Unë e ku mendu si u kom në Albane, po nuk e din një kolegë, na ka ndimu veç e ka kopë në mes në rëp, veç pak na ka ndimu e kom të rjek në kjerë. Kur e kom shtim mbrapa në karika deri në fund, atëherë mi ka kalu antiplumi të rjek, pej gjaku e pej krejt mi ka kalu, mi ka hiqë antiplumi. Do më kur e kom të rjek, mbrapa në karika, antiplumi është i vendosën, po të rjek forca e aj pesha, antiplumi ka dëpërtu, e kum hiq për trupi krejt. Okej. Apo këpëtan. E kum gju antiplumin në kjerë, do më mrapa, edhe e kum byll derën, kolegu tjetër e kam byll derën e mrapa, edhe unë ju mi të pasagjeri, kurse kolegu Mirsodi u hije të shofere. Shtenat nuk unë alëshën, asë një moment. Kërset kja kjerë, do më nënë, ajo u bo, edhe tash dere so, po u sil, do më nënë të u këthy për drejtën Mitrovicës, e një shumë të kërsit, edhe ka thonë Mirsodi, e raken, do më nënë ma shpërthy në gomen. Këtë sëllëm si qka ju kanë gjasua juve? A është një sëllëm i zakonshëm? Apo kështë një përmosat një sulmi që ju nuk e këni para asë një herë si tjilë? Ndëruara gjykatë, sulmi që ka ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asë njëherë një jetën temë që është me qëtë sulm. Edhe që besa i financum shumë mirë, se armatimi si ka qenë nuk mundet mu blenë trega i armatim. është problem mu blenë trega i armatim. Do më thonë është i financum direkt normal prej servisë. Ata kanë pos qash strukturë të organizume, si çdo herë kanë qarkullu me përcjelljet vetë.